Në datat 19, 20 dhe 21 maj, Teatri Byrlis do të mirëpres komedinë Klani i të divorcuarve, një shfaqje që sjell në skenë realitetin dhe humorin e jetës së 3 grave të divorcuara. Aktorët Rudina Dembacaj, Gentian Zenelaj dhe Andja Xhunga, e cila mban edhe regjinë e shfaqjes, i japin jetë një histori që vjen për herë të parë në Shqipëri, me autorsinë e Ali Vardarit dhe të përkthyer nga Jullia Taliçka. Në qendër të shfaqjes është personazhi Stefani Demili dhe Shen Meri dhe Marian Pri, interpretuar nga Andja Xhunga. Stefania është një grua e divorcuar që ka vendosur të japë me qira një shtëpi në kryeqytet. Përballja me jetën pas divorcit e sjell atë në kontakt me 2 gra të tjera me të njëjtin fat, të cilat shfaqin hapur sfidat dhe ironinë e jetës së përditshme. Ky është viti i tretë radhazi që ne u vim me shfaqjet e mia në Teatrin Byrlis të Fierit. Është gjithmonë një kënaqësi se publiku fierat na pret gjithmonë plot dashuri, siç e vërteton edhe sot salla është plot e përplot. Ne jemi duke u bërë gati, jemi në çastet e fundit. Klani i të divorcuara vjen pas 31 shfaqje sold out në Tiranë, ku të gjitha shfaqjet kanë qenë plot e përplot dhe publiku ka qeshur nga fillimi deri në fund. Jam shumë e bindur që dhe publiku fierat do kënaqet si gjithmonë me shfaqjet tona. Mesazhi, le të themi mesazhi kësaj vepre është që gratë kur nuk duhet të dorëzohen. Dashuria vjen në çdo moshë. Nga ana tjetër, Meri Bibla, personazhi interpretuar nga Rudina Dembacaj, është një grua që kërkon të marrë me qira shtëpinë e Stefanisë. Takimi i tyre shndërrohet në një bashkëtesë të papritur, ku humori i holl dhe situatat absurde nxjerrin në parë realitetin e shumë grave shqiptare sot. Klani të divorcuarave është gazetemi për 3 gra të divorcuara. Bashkohen në një shtëpi me qira, kur ndajnë qiran edhe ndajnë eksperiencat e tyre të kaluara për divorcin, për jetën në përgjithësi. Mund të shpjegoni me pak fjalë rolin tuaj në shfaqje, cilin personazh luani dhe dinamikën e shfaqjes? Po, unë luaj personazhin e Merit. Meri është një vajzë shumë ekspresive, një grua ekspresive, që ka patur shumë eksperjenca me burra të ndryshëm nga e gjithë bota dhe sigurisht që kjo gjë duke përballë personazhit që luan Genti, që është Brigida, përballë një grua tradicionale, gjithashtu përballë një artiste që luhet nga Andja, dalin disa dinamika shumë interesante. Klani i të divorcuarve sjell në skenë jo vetëm dramën personale të grave të ndara, por edhe forcën dhe guximin për të jetuar me dinjitet. Nëpërmjet batutave të zgjuara dhe situatave të përditshme, shfaqja mbetet një thirrje për pranimin, forcën dhe solidaritetin femëror në shoqërinë shqiptare. Teatri Byrlis në këto 3 mbrëmje kthehet në një vend reflektimi dhe të qeshurash, duke i ftuar të gjithë të shohin jetën me më shumë optimizëm dhe humor. Po nuk se mendova që ju do hyni të vërtet. Ju jeni Stefani Demili të Shënmëri të Valapri? E pa përpara apartamenti, po ikë për nëse E dini zonë, ju jeni e para që ma thonë jemi në këtë planet, pa asë edhe një babim. Pa po e futja ko.